Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falërojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ne vazhdojmë sonte me lejen e Allahut, me një pjesë që kena mbet pa e trajtuar në takimin e kaluar. Pse tema sonte ka lidhje të ngushtë me temën e kaluar dhe kam shpresuar që e përfundojnë temën e kaluar, mirë po, ndoshta më herë që kam mbet për këtë natë sonte. Kemi pranuar në takimin e kaluar rregullat që ndërlidhen me punën, me angazhimin e përditshëm besimtarit në kuptim të fitimit dhe halallit. Edhe autori ka përmendur që normal aktiviteti i përditshëm i njeriu në drejtim të fitimit është normal i natyrshëm edhe është fetarisht i kërkuar. Mirë po ka përmendur disa rregulla që duhet të pas parasysh që besimtari gjithmonë edhe me fitu po edhe me rujt fenë e tij. Nga se njerëzit domethënë në këtë aspekt nuk kanë zakonisht apo nuk kanë shpesh herë qasjen e duhur apo mesatare. Çka nuk kupton qasjen mesatare? Dikush për shembull në emër të ruajtjes së fesë e lën dunjon. Dunja të prish e rrezikshme edhe mbetet i varur mbi të tjerëve në emër të ruajtjes së fesë. Ka pas përpjekje të tilla edhe në kohë të pejgamberit alayhi sallam e pejgamberi i ka qortu. E dini ata tre që kanë ardhur tek pejgamberi alayhi sallam kanë unë smartona korrën e falën natën, në gjitha këto në kuptojmë praktikë të dunjos. E pejgamberi sallam e ka përmend qasjen mesatare. Dhe disa të tjerë që kanë thonë duhet me fitu, duhet me angazhu, pastaj këtë angazhim, domthonë është dëmtuar edhe feja e tyre. Andaj autori na mëson për mesataren. Edhe na ka përmendur 4 çështje më rëndësi, qysh besimtari realisht gjithmonë ka mundësi me mbet mesatare në këtë çështje. Andaj këtu e ka përmend fillimisht që të kujdeset për shëndetin e kontratave, marrëveshjeve dhe bashkëpunimit me njerëzit, pastaj ka përmend çështjen e drejtësisë, e ka përmend çështjen e bamirësisë, se ka drejtësi dhe ka bamirësi, edhe ka përmend pastaj çështjen edhe e frikës së vazhdueshme për fenë e tij. Do punon, angazhohet, ama gjithmonë ka një rezervë të vazhdueshme për kujdesin ndaj fesë së tij. Këto 4 pastaj ka përmendur çështje të tjera që kemi folur tek kapitulli i kaluar. Tash ky e ka ndonjë kapitull po është vazhdimësia e atij kapitulli ku thot kapitulli i halalit edhe i haramit, kitabul halal wal haram. Këtu të ndërvozur autori ka përmendur disa çështje që kanë bëjmë me halalin edhe me haramin. Edhe pse kjo çështje është trajtuar në librat e fikut gjerësisht, një çështje nga këto që dietari ka trajtuar meriton që me konë një ligjërat në vete. E jo që ky ka përmbledh këto çështje më drejt shumë madhore, shumë të rëndësishme, madje edhe të komplikuara, veçanërisht për kohën tonë, i ka trajtuar me disa rreshta që nuk është lehtë ato me i trajtuar ashtu. Andaj për më u përmbajt vijës së librit, unë do të eci kryesisht ka aspekti i domthonë kujdesit, ka aspekti i ruajtjes së vijës së devotshmërisë. Ruajtja e vijës së devotshmërisë. Pasi ky libër ka të bëjë më tepër me kultivimin edhe me ngritjen e nivelit të devotshmërisë. Ndërsa aspekti juridik i çështjeve edhe i dispozitave trajtohet diku tjetër, sikurse kemi folur për namazin e për punë tjera. Edhe pse këtu nuk ka mundësi me i krejt pikë kësaj çështje, për shkak se do çështja domosdoshmërisht ndërlidhen me trajtimet juridike. Kjo është e para. Çështja e dytë është se çështja e halalit e haramit ndërlidhen kryesisht domthonë trajtohen në kapitujt që kanë bënë me ushqimin, që kanë bënë edhe domethënë me ruajtjen e nderit, edhe që kanë bënë me ruajtjen e pasurisë. Këtu më shumë të prek halali edhe harami. Këtu ka dispozita, ka rregulla që janë të shumta. Dhe këtu që trajtohen në 2 binar. E para është trajtimi i këtyre çështjeve ka aspekti i asaj që është më e mirë. Më e mirë. Domthonjë jo asaj a bën as bën, po cila është më e mira për zemrën, cila është më e dobishme për formimin. Do një besimtar është në formim sipër, është në ngritje sipër, është në kërkim të devotshmërisë, don që namazi i më kon i ruajtur, dhikrit i më kon i ruajtur, kur don kjo më qenë e ruajtur, trajtimi i çështës halal dhe haram e ka një standard të caktuar. A kuptoni? Po dikush don këtë më ruajt, ama do më ditë ku është për më halal dhe harami. A dhe këto çështje pastaj trajtohen nga aspekti i fetvas. Fetvaja nuk jepet zakonisht mbi bazën e devotshmërisë,
po jepet mbi bazën e rregullit juridik që është. Apo, fetvaja të ndonjë zakonisht nuk e njeh vijën e asaj që për shembull ndiqet tek adhurimet e zemrës. Për shembull, kjo tani dhikri nuk e përjeton, tani namazin se përjeton, tik namazin me xhamat, këtë përgjegjësi muftia nuk e merr. A që fetva nuk e merr këtë përgjegjësi sa ka mendiguar fetvaja e tij. Ai e merr, ai jetë Allah i pastër nga përgjegjësia apo si? A ke shkil vjet apo s'ke shkil vjet apo? Don këto dyja janë vija që trajtohen apo. Tash niveli më i lartë i trajton ka aspekti i domthon përjetimit edhe ruajtjes së nivelit. Disa që të trajtohen nga aspekti dispozitive juridike, pavarësisht implikimeve që kanë bëjë pastaj me çështjen e zemrës edhe të adhurimit. A kena mundësi gjithmonë me një vijën e parë, nuk është e mundshme gjithmonë. Nëse vërtetësohet situata, po ka herë duhet më rënë në nivelin e fetvave. Veçanërisht në kohën tonë ku situata nuk është gjithmonë e favorshme me bëu përzgjedhjen apo të parën apo të dytën. Autori i këtij libri ka përmendur çështje, po që zakonisht ja mon anën të parës. Mund të kuptohet si ky e trajton si çështje për shembull e ndaluar, nuk bën, po më shumë ka të bëjë me aspektin e ruajtjes së nivelit, e ruajtjes së përjetimit. Për shembull, si ka hije një musliman këtu me bë. Sa hi si ka hije apo? Si ka hije një kërkuesi ahireti me kërkues që sot, është vërtet apo? Mi po shariati nuk ndërto gjithmonë mbi bazën asaj që atë ka hije s'ka hije apo. Po ndërto mbi bazën asaj a është halal, a është haram. Kërë që në këto çështje shpesh herë duhet mi kuptu këty dy binar nëse do mi kuptu punë drejt që duhet atë. Këto autori fillan trajtimin e kësaj teme të ndërruar fillimisht me një dilemë që kur e lexon thosh mos u botu ky libër dje. A dhe do të thonë çfarë dilemë ngjashme, edhe pse kanë kaluar nga kjo dilemë deri sot shekuj me radhë. Andaj thot autori, thot dije se kërkimi i halalit është obligim për çdo musliman. Don çdo temë që shtu fillohet. Mas pare duhet me ditë qëndrimin shariatik, dispozitën juridike për një çështje. Andaj thot i'lam anna talab al-halali fardun ala kulli muslim. Dije se me kërku halal është obligim për çdo musliman, varë që ka. Me lyp halalit thot. Thot edhe pse shumë nga ignorantët të kohës tonë, shekuve të hershëm apo thot, pretendojnë se sot nuk ka halal. Nëse në të vakë ka s'ka halal, tash nuk di sot çush i bjen atë. Thot, edhe pse shumë nga ignorantët thonë kohën tonë thot ademul halal, se nuk ka halal atë. Thot, për shkak se janë përzi punë. Edhe halal ka met veç ujit e lumit që e pin, edhe bari i bjeshkëve që e mund me hongër atë. Do që ti mbiesh mund të hongër në bari që ai ka met halal, adën edhe në ujit, domthon të lumit që e pin, ai mund me kon thot halal, për shkak se përzirja e kontratave të shumta mes njerëzve, ndërhyrja e çështjeve të caktuara në jetën e njerëzve, thot i ka prish gjitha punët e tregtisë edhe biznesit edhe fitimit apo. Andaj ky është konstatimi i tyre. Në ndër kanë konstatuar se me punu duhet. Patjetër duhet me fitu. Andaj përmes konstatimit të parë, edhe dytë kanë konkluz se nuk mundum gjithmonë me garantu se kena me kon halal apo. Apo kuptojnë tash mentalitetin e njerëzve që funksionon ato. Ai me një aspekt e pranon se situata është e vështirë. Edhe e shpreh dertin që e ka për kohën që po jeton. Dhe se harami ka dominuar në gjitha aspektet. Kjo është një konstatim, është një konstatim po. Konstatimi i dytë cili është po na duhet të punu tash, na duhet të fitu, me gjallnu. Tash çka më bë? Atëherë pra duhet më pas lehtësime. Atëherë duhet ka pak edhe me kamat. Atëherë duhet ka pak edhe me një haram, po. Andaj këtë konstatim ata vetë e bojnë. Pra shumë njerëz fatkeqësisht vet e konstatojnë realitetin, vet e konstatojnë domthon lehtësimin, edhe vet e konstatojnë përfundimin atë. Edhe në fund tentojnë me fe, me shkel fen atë. So ai që mohon Allahun te bareku teala, se ka dert çka thot feja, po. Edhe këtë punë ka turime. E pa ai që thotë vetë musliman e ka dert çka thot feja, edhe e din që në ato çka thot feja, nuk i del gjithmonë çush ai e pret. Andaj tenton që me gjetë një format fetar për me anullu një përgjigje caktuar me fetar ato. E për këtë lloj hilesh ka fol në të kaluamën edhe Gazaliu në këtë libër, po edhe Ibn Xhauzi, Ibn Qayyim rahimullah,
E shumë tjerë kanë folur për hilet që njerëzit i kanë përdorur për me bo haramin halal. E kryesisht përpjekjet për me bo haramin halal, do njerëzit i kanë bën këto fushë që përmenda. Qoftë në çështën e tregtisë për fitim të pasurisë, apo qoftë në çështjet e nderit që kanë bën në raport me leju, për shembull, një sen që e ka haram me martu dikon, ose për shembull nuk i përket, nuk i takon, këto janë bërë, domthonë zakonisht hilet e mëdha ato. E tash autori e ndërton tash sqarimin e kësaj kapitulli në rënimin e kësaj dileme. Nuk është e vërtetë që s'ka halal, nuk është e vërtetë domthonë që ki arsye me ron haram, mirë po, është e vërtetë se duhet me një do rregulla e pastaj mbasoj rrezik është në dorë të Allahut te bareke ve taala. Thot autori se pejgamberi alayhi sallam ka thënë hadithin e Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë pejgamberi alayhi sallam el halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë edhe harami është i qartë. Janë qartë gjërat, çka është halal, çka është haram. Sado që njerëzit për shembull të ndërlozën punojnë me haram, përzihen çështjet. Shumë aspekte është e qartë çka është halal, çka është haram. E pse njëri don më jap shtill vetes vet për me pas arsye pastaj që në mjegulla apo gjahu shkon tani pak më ndryshe, ka problemi tina. Ama është e qartë çka është halal, e qartë është. Është e qartë çka është haram. A gjithmonë që është jo. Pejgamberi në atë kohë ka thonë, jo në këtë kohë tonë, wa bainahuma umurun mushtabihat. Mes tyre ka gjëra që janë të dyshimta, është e vërtetë. Prandaj, na kemi për obligim që të kemi të qarta gjërat në tri dimensione, në tri segmente. Halali çka është, harami çka është, edhe dyshimta çka janë. Do në qasja ju në kashi halalit, qysh me njoft halalin, qysh me njoft haramin dhe qasja kashi haramit, dhe qka në kuptan me ato mes tyne, mes halalit dhe haramit që në gjëra të dyshimta, qysh duhet me e tretu besimtarit dyshimin. A duhet gjithmonë me ikpi dyshimi, apo ka situata kur dyshimi është i toleruar, apo ka situata kur dyshimi mund të jetë veç vezvese, nuk ka dyshim, këto këto situata që përfshihen në trajtimin e kësaj teme. Andaj autori për gjitha këtu dhe disa çështje tjera ka njerë me ka dy të rreshta. Po nuk është lehtë ato pastaj mi përcjell nga se në to ka dispozita, ka rregulla, ka përjashtime, edhe me përmend kohën tonë mund me shkaktu keq kuptime të panevojshme nëse nuk përcillen, nuk plotëson me komente dhe sqarime të kërkuara dhe të duhura. Thatë mas pari të flasim për, domethënë, rëndësinë dhe vlerën e halalit dhe shëmtin dhe rrezikun e haramit. Allahu xhallahu thot: "Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." O ju të dërguar, domethënë kulu min at-tayyibat. Hani halal dhe punoni mirë. Këtu Allahu azza xal e ka përmendur mas pari halalin, pastaj punën e mirë. Që i bie se ushqimi e determinon adhurimin. Fitimi e determinon adhurimin. Ai që e ka të hyrat i ka halal, me lenë Allah xhallahu dhe punë këmi pas të mira dhe halal. Ai që ka haram, pa tjetër që harami ka me ndikua edhe në punë të mira. Këto Allah shiko dhe kjo është edhe vlerë e halalit, por edhe është një, domethënë, kërcënim i madh për mos kujdesin për haram. Se harami të ndërruar ndikon, patjetër ndikon në raportet me Allahun xhallahu ala, në cilësinë e adhurimeve, në sasinë e adhurimeve, e në shumë tjera që ka të bëjë me punët. Andaj këtu Allahu xhallahu ala mas pari ka thonë, mas pari halalin kujdesni, pastaj kujdesni për punët e mira. Dhe në çrtim të haramit Allahu xhallahu ala ka thonë: "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit bil batil. E ka thënë kot të paqëndrueshme. Don ushqimi, pasuria e marrën pa drejt, është diçka që është batil. Batil është diçka të është e kundërta e të vërtetës, por është ajo që nuk ka shtylla, nuk rrin, nuk ka stabile. Ajo rënohet herë do kur do. E tani rënimi ka mundësi me qenë i kushtueshëm. Nëse një sa më tepër batil ndërton kuptim po me ndërtimit të paqëndrueshëm, kur rënohet çka bën? Pasojat janë më të mëdha se bie më shumë në kokën e tij ndërtimi i pa bazë edhe i pa themel apo. Gjithashtu transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi alayhi sallam në hadithin pak më gjatë që është i ka përmbledhur këto kuptime edhe këtë atë
në këtë hadith, ku ka thonë pejgamberi alayhi sallam, ja ayuhan nas inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. O ju njerëz, Allahu është i mirë dhe nuk pranon përveç asaj që është e mirë. Ne këtu përgatitje imanore të ndërlodhet për serimin e dispozitave. Se ka të bëjë me diçka që ka më kërkuar nga njëri, për shembull me hjek dorë. Të ka thënë që kjo pasojë që ke vetuar është haram. Çfarë më ato duhet me hjek apo? Nuk ka lehtë me hjek. Nuk ka lehtë me hjek dorë pisaj apo. Andaj shikoj sa bukur autori, domthon e përgatit zemrën që të jetë e gatshme të hjek dorë nga harami. Për shkak se Allah e ka obligu halalin. Allahu te baraka ve taala domthon kërkon që fillimisht të kujdesemi për halalin, pastaj për punë të mira. E ka quajtur çdo fitim të pa lejuar batil, të kot, të pavlefshëm, të rënuar herë do kurdo. Dhe ka thonë Allah është i mirë, nuk pranon pas mirës. Në gjitha këtu janë përgatitje në hyrje të kësaj teme që besimtari mjafton që ka ditë me kuptu. Allah është i mirë, nuk e të mirën. Domethënë këtu përfundon gjithçka, a ka më kon unë a që e pranoj të keqen apo nuk e pranoj të keqen. Pastaj pejgamberi në pjesën e dytë të hadithit ka thonë ka pranuar një njeri i cili domthon në rrethana zakonshme normale i çdosh me qenë gjendja e tij ndryshe. Por e ka ndryshuar këtë rrethan kush harami apo. Ne këtu është qartë me ka thënë se harami që ndikimi të keq ka tek njeriu. E ka pranuar njërin që u thon gjatë yutilu safar. Njëri gat u thon e njëri kur u thon gjatë ndërmjet lodhët ose kapitet është situatë vështirë. Gjitha këto janë domosdoshmë çështje që Allahu te barë teala e mëshiron. E shet lodhur, pra ke po, Allahu xhallahu ala ka bënë namazin 4 rekate. Dhe pse udhtari mund të më lodhë ka bëu 2 rekate. 2 rekate. Që gjysë recati njërin vend vet me hije kapton këtë shkojnë batel ato. Jo 2000, jo gjysmë me hije kapton. A kuptova? Këtë sunet e beqarës largon ato. Pse? E merr parasysh lodhën e tij, mundin e tij, është udhtar ato. E pranë ai udhtari në kohën tonë që ka mundësi asnjë fije flokut si prishet ndodhem ato. Jo në atë kur ka udhëtuar pluhnos, ju kanë prish flokët, është bo pala, është ka qenë uritur. Tash kënë gjendë kur i çon durrë te Allahu xhallahu ala, çfarë më përgjigja? Vije domosdoshmë, vije përgjigja. Allahu i përgjigjet domosdoshmërisht, domethënë kujna. Dua së ti nga se gjendja e tij jashtme, situata e tij, rrethana që ai kanë përtu janë gjitha tregues se këtij Allahu i përgjigjeton. Shikoj, ka ndërhyj veç harami dhe është privuar. Krejt ato tjera çka kanë qenë, do benefite për to që Allah t'i përgjigjet, është privuar nga gjitha benefitet për shkak të një kafshë të haramit. Çikon hadith. Sikurse e dini hadithin don e ka udhim gjatë ash'atha akbar, domani i plohnosën flokprishur apo yamud yadihi ila as-sama, i çon dur ka qiell. Dhe kjo është rrethon, ka thonë pejgamberi kur i çon dur, Allah se kthen zerra, se kthen çprast. Mirë po, krejt i ka bo kë. Krejt i ka bo. Edhe, thot pejgamberi alayhi sallam, thot, ja rabbi, o zot, o Allah, përgjigj mu. Nërso thot pejgamberi sallam, o mat amu haram, ka hongër haram, është ushqyme haram, nëse bukën e ka haram, që han, o me lbesu haram, edhe tesën e ka haram, fa enna yustajabu li dhalik, pre kam i arti i përgjigja. Shikoni don çfarë mbyllje hermetike e bën harami të njeriut në raport me Allahun xhallahu ala. Veç duhet me që Allahu përgjigjet. E lejo me koni lodhë, me koni raskapete, me koni zare, me koni. Dhe harami ka kaq ndikim të keq tek njeriu apo. Prandaj këto që ka pranë dietari, ja me tregu se situata është serioze, edhe nuk mjaftohet vetëm një dilemë, një dyshim njerit thjesht me ron haram, apo valla unë spomoj, valla të tonë që shtot edhe tani grahi. Do të ka gjë shumë, domthonë njëri me i kalu do pengesa, ka gjë, domthonë me kalu në përdo lehtësime të caktuara, a i takojnë, as takojnë tek fund tani, me gjykues sa mush më marr diçka prej asaj që në esencë është haram, po ja ty të lehtësohet edhe të lejohet për shkak të situatës ku japën. Njerëzit pa një pa dy shumë lehtë me që del dilemën e fillimit në 2 rreshta dilema, po situata është e vështirë, të natë harami, na do të punu edhe me herë merr mendim me hi, Allah na fal në ato që është ndaluar.
qoftë për shembull në investim haram, qoftë në fitim haram, qoftë në prodhim haram, çka do qoftë. Mirë po, harami sot është bë diçka shumë i thjeshtë. Ma shumë e kanë njerëz fjalë goje, se që kanë dert me rujt fenë e tyne, me rujt domethënë raportin me Allahun xhalla xhelaluhu. Normal, e kemi parasysh që Allah nuk e ngarkon askë për të mundësive. Elhamdulillah, ka lehtësime. Mirë po, këto lehtësime duhet me qenë të legjitimuar nga ana e dietarëve kompetent, nga ana e njerëzve të besueshëm, nga ana e njerëzve të dëshmuar se kanë frikë Allahun te barekutaala dhe i njohin çështjet mirë edhe japin përgjigje të duhura në këto aspekte. Mirë po, njeri me një lehtësimet sa përfiton dunjë, ta dinë se nuk është larg, s'po them është njëjtë, po nuk është larg asaj që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam se ndodh që dy njerëz të gjykojnë të kune e njëri është më orator se shoku i tij. Nëse ja ndaj padrejtisht hakun e vllahut vet këtij, ta dinë se ka marrë hise xhenemit atë. Në shikoj ky ka marrë, po gjykas pejgamberi sa çfarë bëtani? A ka më halal? Ama e ke fitu mbi bazën e oratorisë që ja ke mujt me të vllahutën në seancë gjyqësore. E gjykon bazë deklarimit normal apo? Bazë fakteve që ky s'ka ditë me për fakte, ka ditë me improvizu faktet. Edhe gjykatësi kushtimisht ka mund me gabuar. Atë hap kjo drejtë që me pas halal jo apo. Çashtu të alimi. Unë jam prezantu kiamet me apo sonë, po që realisht tek Allahu që më llogari apo. Fatvaja nuk ka gjithmonë shkarkim nga përgjegjësia, nuk ka gjithmonë. Mund të marr fatva, po nuk shkarkon vetëm nga kërkimi përgjegjësia apo. Argument kjo ditë e tjera apo. Atë ndjeni pas frikë Allahu xhallahu atë. Edhe me kuptuese diçka mund në dunjë me met, kur gjithmonë apo. Se tek mund është sprov. Ana çu sprovohet ai i cili merr haram, çu sprovohet ai që lën haramin, sprovohet ai që merr haram, dhe sprovohet. Në forma tjera sprovohet. Ja që Allahu i sprov. Nuk ka mundësi për shembull njëri me një kredi që e merr për shembull kushtimisht për investime, e tash problemet e biznesit morën fund. Që ky ke imram ti, jo valla. Por vuajt ka zonë kundërtën, që atëherë fillojnë të lashët e problemet e, edhe ai ka të lashë, edhe ai ka probleme ato. S'marrin fund ato. Ndoshta ka bërë zgjidhje për investime, po i ka kërcit dikun tjetër apo kur aty s'ka investime, aty milion s'mund me drejt punën apo. Nuk dihet apo. Por që besimtari me pas frikë Allahu xhallahu ala dhe me pas kujdes, se dunia është e shkurtë. Fiton po angazho sot ki mundësi fito, mirë po jo me çdo kusht. Dhe jo gjithçysh. Nga se të më kuptu se janë do parime, janë do rregulla, janë do dispozita që na e kena për obligim me i respektuar. Edhe ka përmend që selefi të parë tonë nga sahabët e tabenit, e tabenit e kështu me radhë kanë qenë shumë domthonjë të kujdesshëm tek harami. Madje të ndërvëllazër në atë kohë kom për më vështirë me ran haram, apo thonë, s'kom çto lehtë sot ku të ka cilësh ato. Megjithatë sa e kanë stërhollu, jo të hollu, po stërhollu, apo çështën e fitimit tonë, pikar, shkarë, kështu me radhë. Madje edhe në qytet kafshatës, jo në qytet më të mëdha. Jo në qytet kafshatës. Ebu Bekri ka pas një shëptor që i ka nejtë gati, radiallahu ta'ala anhu. I ka një mu, shëptori ka gjithë. Edhe një tje ka pruni, Ebu Bekri sari ka prushim, ka në piku e morë. A është, hurme vetu e ku morë, piku e ku morë. Një dhe se ka vetë. Një dhe se ka vetë. A i non-stop të vetë, një dhe se ka vetë. I ka thonë, ai shëptori ka thonë, gjithë po me pësëson vetë, thot pika e kam. A pika e ki, thot, i pata qitë falë njënit kërë më konë gjahiliat, apë mërësh. Edhe më ka famet bashkë, mi ka këti parat me që ata kumbli, apë mërësh, mishen, apë. Edhe vëmëri ka shkuj, ka villë, ca ka mujtë me qitë, ka fshatën që ka, se kjo kur të qyrë halal dhe ka pasë vëkëri haram, se ka ditë, e ka minu që është piksojna, ka shku, po me 100.000 arsutimi i gjonë edhe këtë pa qi, jo arsutime, po me nej të pa më bështetë, jo të bështetë o komplesë, të s'ki faj, apëton, të s'ki faj. Ti mund me këtij parën, po ka fshon se ne kthen sa e ka shku, edhe fetesh nuk kërkohet as më shti gishte më von njëri dëmtim shëndetësor, kërkohet apo. Megjithatë shikon kafshat, ka qenë kafshata e parë kur ka shtinguj. Jo mungi apo. Çfarë do stërrimi kanë pas tek hallalin nga se e kanë ditë se paguhet tani te duaja, paguhet te dhikri. E s'kan dashur me pagu kur gjë përmes ibadetave. Paguhet dynja sa dush, me parë paguhet. Mirë, po jo me pagu me ibadet, jo me pagu me raporte, jo me pagu me pritim. Sot në fakt keq është domon raporti me Allahun xhallahu ala kanë shumë të lirë. Paguajmë me to gjithçka.
Pagun dunjo, pagun raport, pagun pozit, pagun pushtet, gjithë ka pagun me Allah xhallahu ala. Për dhe Allah xhallahu ala ka përman. La tajalullahu urdatan li imanikum. Pasa bëni Allah në malë për betimet e juve, ku të hinë, pasha Allah, shet me Zotin, shet e blen. Apo, e ka bo Allah në malë, fatkeqësisht, me to blen, me to shet, fatkeqësisht, betimin me Allah në xhallahu. Pas kujdes, që me hurujnë të aspekte për shkak se janë të rrezikshme. Çështja tjetër që duhet me pas parasysh të ndërrozë këtu është edhe çështja fakti se halali dhe harami nuk kanë nivel. Thot autori i'lam anna al-halala dije se halali kulluhu tayyib. Këtë është halal, këtë është i mirë. Halal këtë është i mirë. Mirë po, ka thonë ba'du atyab min ba'd. Ka halal që është më mirë se tjetri. Apo ka halal që është më mirë se tjetri. Për shkak një fitimi është halal ama, ky fitim është më halal. Një punë është halal ama, kjo punë është më halal. Po. Besimtarët me kërkuar gjithmonë ato që është më halal. Edhe harami thot wal haramu kulluhu khabith. Harami këtë është i pist, këtë është i dytë. Harami këtë është i shtopë. Do të bëj disa janë më të pista se tjera ato. Për shembull të ndërru vëllazër, njëri me fitu për shembull përmes një kontrolët të ndalume, për shembull apo me fitu përmes me shit, po them kushtimisht me shërbi alkool. Me shërbi alkool, fitimi është haram, ma dim. Po nuk ka një sikurse për shembull me uzurpu dikujt, për shembull tokën, apo pastaj me uzurpu dikujt tokën që është i pasur, nuk ka se me uzurpu jetimit. Apo a dallon harami? Dallon. Harami vetë. Kështu besimtari është e kërkuar me kërku halalin sa më lart. Edhe me nga harami sa më poshtë. Don me mujt haramin më i lart është më i keq atje. Me sa më poshtë me shku këtë haramin që është e kërkuar. Nëse duhet më prek me haram, me prek dikun kusht më poshtë. E nëse do të kërkoj Allah me kërku çka është mas lart apo. Çështë do të më bëj besimtari në jetën e tij apo. E kur folet për halalin dhe haramin të ndërruar dhe largimin nga Allah nga harami, është një nivel që domthonë i mush me spjegu, po problem është me sinqerisht kuon, domethënë do niveli i tij jo është veç për tregim apo. Nuk jam për me largasoj për shgënim, po aty në rast të rralla, domethënë niveli është sinqerisht i pashpjegueshëm çysh njerëz në e kanë organizuar jetën në çet nivel të kujdes apo. Në çet nivel apo. Kësa i thunë el-wara. Wara, djetarë kam përmanë definicione, po wara është gjdo distancim nga dunjoja që të dëmëton ahiretin. Mas shkurti me definuar. Nuk të dëmëton kuptim me që unë gjenem. Gjithë shka, të dëmëton është atë femenja me mithkale dherratin khajre njera, kush bënë sa një, grimës, të mirë ka me e gjithë. E që të grimës një dëmëton pak, e që të je këta, që ka është wara, që ka wara. Ka njerë që i matin me milimetra, ka njerë që i matin me centimetra, ka njerë që i matin me metra. Apo, lëj. Nuk mundet artari me matë me kilogram. Sa si shkom puna atina, s'ka mundësi. Ama që kështë dru matë me metra matë, e së matë me copa dvugla, si për shambull arja, kushtimisht. Ose s'pa thamë pesh, po veç në madhësia, se druni s'matët me pesh, po matët me metra. Ose për shembull me pesh me hekra, për shembull. Nuk ka një sikur sa që është hekra, sikur sa që është arja. Tash njësia matë se këti është, ati për shembull në hekrari që është hekra, i shkon nerva, ato stërhollimi artarit, ai thotë ja, ai 1 gram si alen malina, për shembull. Jo s'mund ta fal 1 gram. Do të falë aburrën ka gjys kille, jo falë njerëz, po të hekër kiti. A kupton? Dhe më thonë që bashkë me çka matë njëri, e ka do që jo me ari, po me ato më strajt ato që ato nuk di që ka nën, ato don mini milimetra ato që ka alo ma pimat që ati i këshyrë, stërhallë, ty duket, të thamë falt njëra, ty duket që është tonë. Përndaj, kësaj kjo vara të ndërru vëzër është drejgje, nuk, që kësë të spjegujme. Po kuj ka përmen disa drejgje,
Drejtja e parë ka thonë është, domthonë kur harami është i përcaktuar me fetva. Këto me leluara është me largu për ti, s'ka këtu, adin për mënaj ma mire mu largu, jo, s'ka këtu, duhet me largu apën. Mirë po ka situata kur për shambull, nuk është obligim mu largu, ama e pëlqim është me largu apën. Veçanërisht për njerë caktum, ty s'të ka hi apën, ty nuk ta ka me marrë këtë qështja, apo, për shkak se, ka pas të implikime në shëmbëltyr e kështu më rafën. Edhe këtu ka thonë pejgamberi sa da ma yeribuk ila ma la yeribuk. Leja ato që ka dyshim dhe kalon në ato që nuk ka dyshim apo. Ose për shembull, më largu nga dhe nivel i shtiuara është edhe më largu nga halali, nga frika se mund të shkojnë haram apo. Ai halal është 100%, ama ka mundsi që ky halal të afron të harami apo. Për me rujt distancën mes tij dhe haramit, hiqën nga disa qëra që janë halal. E ky niveli tjetër i katërt që ka përmendur është nivel domthon i rrallë. Ky është niveli që me hiq dorë nga gjithçka që nuk është për Allahun te barekuhu teala. Gjithçka që nuk është për Allahun te barekuhu teala. Çka i bën nuk është për Allahun xhella xhelaluhu. Këto tre ka përmendur një rast. Ka raste shumëta, po përmes Yahya ibn Yahya Nisaburi rahimahullah, ka qenë pe devotshëm asketëve të njohur. Edhe ka qenë i smutë dhe ka pi ilaç. E ka thonë gruaja, "Çu ec do hapa që ilaçi me bot vetën apo që ashtu ka qenë tabiat ilaçit. Ka këta hapa që mësunit me bukur apo nuk di mi mo. A dhe se ky ka hapën e mësuar me pi për Allahun, ka sistemi ka funksionuar. Ama çta hapa për mua në bidat. Jo kuptoj se po unë si mësues me bota. Ta duhet të kemi sistem ligji me për Allahun ka un porri unë më mirë apo. A kuptoj çfarë? Apo ka un zdi me esëm kështu apo nuk di apo. I ka unë mesri ka unë dilte deti pak edhe me rajt pasë, ka unë e që i thëmë Allahot, pse më dalë, apëton. Unë zdi që i thëmë, do të vidit mas me që ka i thëmë, tani me dalë, apëton. Ta shto më se mërni, na më thomë, na dalim, elhamdulillah, inshallah dalim gjithë, jenë në hajrë, po këta e njerë që e kanë matë ko gja halë hesapin, për shkak se ka darë gjithë që ka e banë me ditë, e Allah këmë pse e dalë, unë me ditë, jo pse e do në kuptim të denimit, apëmërësh, po ka herë të ndërvëzër raporti ta mundson dikujt me bëni pyetje që ta mundson vë dikujt një pyetje. Apo? A që është? Sa ma dashnë ki dikon, sa ma të afrit, e pse që ti ule? Për shembull, nuk ka tia që mo, ama dikujt veç ai rahat lajm, po. Afërsia apo gjashtë? Afërsia apo gjashtë? Edhe ky mallon ka pasë afërsia që ka dorë gjithçka me pas para praktikisht të organizuar, pse po e bëj që nesër ose në raport me Allahun më u përthyj në fuqizim, ama të përmbush bane, s'qam i gatshëm se s'qam përgatit për të hapon apo. S'qam mësuar me bëj të hapon apo. Do të më përgatitet në ka vakt, do të me njëtën e me lidhe ku më shkon hesapi, kështu që rriungjën në jara këtë punë apo. Kjo është niveli i nati e luara apo. Do të mos e papëranga autori na kitim si shumë rrokse punë kur po Allahu na fal gjunaat tona apo. Thot autori Nisan të ndërrohet. Çka është pjesa e rëndësishme? Do të tahqiq apo. Edhe fjala për mbysën këtë çështje është thotë se që ky elvara, që ky distancim nga dunjoja për me rujt ahiretin, që ky distancim nga dunjoja për me rujt raportin me Allahun xhallahu ala thotë e ka një fillim edhe ka një mbarim. Apo e ka një nis, nikon e ka një fund. Thotë mes tyre ka drejgje apo. Ka drejgje, lloj situata, lloj niveli apo. Thot autori, gjitha këto drejgje, domthon, gjitha këto nivele nga fillimi deri te fundi janë nivele, domthon që tregojnë kujdesin tën. Kujdesin tën. Që dikush ka kujdesi, apo dikush ka kujdesi. Dikush ka kujdesin veç te harame, dikush ka kujdesin me mekruh, dikush ka kujdesin me edhe mustahab, dikush halal. Niveli i kujdesit është pastaj ai që njerë dëlloj mes tjerën. Thot, andaj, njësa ndime të thonë. Kjo rregull që thot autori është në aspekt në përgjithshëm qështu. Po ka përshtim, nuk ka gjithmonë qështu. Nuk ka si rregull gjithmonë qështu. Po kjo flet tash në botën e adhurimit, dëshmërisë edhe nivelit tjetër të përjetimit, apo jo në kuptimin juridik, apo që e para lemrova në fillim. Andaj thot, me qimi të kujdesi, atër të dija, apo, se sa ma i kujdesshëm, apo, ma rahat kiamet je. Sa ma i kujdesshëm, atje kime konë ma rahat, apo. Sa ma pa kujdes, atje gazab del. Bo ki edhe pështan, po gazab del, apo. Ta shtë zgjidhe, a do me i përdur lehtësimet, a do me i përdur kujdeset. Të zgjidhe.
Po, në esencë të ndërvëzë, për shembull, në njëri, një ushqim thot, ani unë nuk, në rregull, nuk e ka nga shtrëngimi, po e ka nga kujdesi. Për shembull të ndërvëzë edhe në dunjë me kuptu kështu, në ibadet. Na po flasim për shembull, për marrim një ligjërat, për marrim një ndaj për me e shoqënu pejgamberin xhenet apo jo me në xhenet. Me e shoqënu pejgamberin xhenet. Me shku në Firdaus apo. Edhe kur flasim për çet temë të ndërvëzë apo. Për çet temë. Me çka matet veprimi këto apo. Me çdo detaj. Për shembull apo këtu nëse tham unë në që ders apo tham ai që do me tash dikush të ka argument, nuk po flas në kuptim argument pa argument. Shembull apo. Për shembull, nëna të fol që njëri me qenë në xhenet me pejgamberin e Islam, me kon nivel me sahabët apo. Edhe nga ligjërata themi për shembull çka jep në gjys pasurisë mos jam sy lopta. Se çështu ti kanë pas gjysa, tani kanë shku deri te Kreta Abu Bekri apo për shembull. Çka je nër 10 gjuzë ditje mos jam sy apo për shembull. Sa ata kanë bëhat me çështu apo. Për shembull apo. A që kjo të teprim? A që kjo të teprim? Tepër kjo. Teprim është nëse është me trajtim juridik. Apo ne themi një musliman s'mon me kon pa shot po tepër është apo. Se ka kërkuar Allahu ç't nivel. Në kuptim të aspektit juridik. Sa me kon musliman nuk është kur shikaq, apo thot. Me qenë musliman matet me farz me haram, me çeta. Don me qenë nivelet atje, apo po, nuk ka teprim. Nuk ka teprim, apo. Se kjo është ndonjë që është ndërvozë. Te ke pa për shembull ata që flasin biznese për miliona, apo. Angazhimin që ata japin, lodhjen, sakrificën, rrezikun apo marrësh, ky thotë, jo, kjo është menduri kjo. Njëri që s'ka normal, kjo që e ka trafikën qel, apo kupton? Apo që thotë, ai tu ingua ata që investojnë, që rrezikojnë, që hinë, thotë kjo është haram, kjo është teprim, kjo është mështjet. Po, me trafik po. Ama çali po na që çdo duhet. A që thotë, a dunia që thotë. Edhe ata mund të kenë ekstremistë në raport me trafikistat apo më. Ata mund të kenë ekstremistë në raport me ai që ka trafik apo. E pa ai që ka 10.000 punëtori ka apo më ai nuk marr me pjesë apo për shembull çuan në 8 deri në 12 ka dal tani pim ka i kafe po trafika çështë më ato ama 10.000 punëtor s'mon kështu ato a çështë në dunjë çështë e po edhe kur ka tema ka herë për milionera apo mësh për shembull pse të më ka problem nëna mëson islam me fol veç për fukara jo dunjos ta hret apo inshallah na fal Allahu na do të më kon ani kjo tema fukarave na ket na fukara na bëna ka boll me ka i co buk me hungur apo ka njerëz që do më hungur manat Allah do të thotë më që lirë a çështë prandaj ka në islam fukara ka miliardera andron situata e besimtarë xhonat po a ka pranë pejgamberi sa kush më dha drejtë e falet elhamdullah nuk jemi në ghafilin nuk i hutum do i kfjalti si i hupt dha drejtë dha ajete elhamdullah ama dikur thotë që unë këtë një mëse për i kabullën, manalt, ata manalt, me 100. A që kësot, me 100 e jetë, qëka bod me 100 e jetë? A me në të kanitin, për aty në që kjo e rënë kom, kjo e rënë kom. A i pari është, veç me thonë si e në gjumë, dhe ta jetë veç me thonë si e të flajtë. Apo, këti me thonë, jo, vjesë të flajtë, pa dhe në kom i e, kjo i 100-ve. E a i 1.000-ve, 1.000 e jetë me lezun i natë, namaznatë, me në mu kantarin, kjo milioner, vetë, zgjidhet cili për të me konti, vëllapë. Nësë më flasëm tash veç derë se veç sa më qupi gjumit, apën. Ja po, sa më qupi gjumit, mësë me kon flajtë, me ajtu në po që apë bëj, mirje, muslimani, apën. Hani, janë dhe që shtot, vazhdani jo. Janë dhe me kon miliardera, vëllapë, qeloni zëdera, a që shtot. Dhe kë flasim për halal, për haram, për ibadete, për sane, do të ketë opcion të me qenë njerëzve. Leo njerëzve. Mase u kurzon njerëzve me kutin tënë, po jeto që ashtu s'mund, po ti s'mundesh, vëllapë. Ti s'mundesh. Ka njerëz që kanë biznese miliarda dhe bën hat me Kur'an çdo ditë dhe fal namazat. A ka? Ka. Leo njerëzve dunjon në tesin përpara. Ama jemi u kufizuar me kutin ton, apo marr, që Allah mos e shëngon shumë çat namaz mund me fal, edhe që zën xhamat s'ka gale ose që s'e bën dhikr. Jo. Leo njerëzve çelë valla.
ti njerëz shpjegoje halal në haramin farzin çka ka, juridikisht, kjo është e para. Kjo është me konçut, me po kapoes, me smorzu diku në dunjë dhe në ahiret, elhamdulillah vazhdo tutje. Tjerat leu njerëz të çelë, ka përci. Leu njerëz ka njerëz që kanë ambicie, ecën përpara po. Dohet me, çështë pejgamberi ka qenë sahaba, po e ka qenë. Ja ka qenë sahaba. Ka pas ata ehli sufe që në kont kanë në xhami, ju kanë nimu në rregullim apo. Ama Abdullah ibn Afi ka njohën xhami strehuna. Mund ka thënë ku është tregun e kompëntimi në çështë. Andaj të ndonëse këtu kur flas për të nivele ku ka thonë, kjo është shumë apo. Kujdesi është këtu. Kujdesesh letë ki, nuk kujdesesh jap llogari. Po kanë gjenet shkon. Mo e di që mungesa e kujdesit tu shton atje tani përgjithësin. Ti të zgjidhe ku po don me kon Allahu na përmirësoj gjendën. Edhe pastaj në pjesën tjetër autori flet të ndërmjetësisht edhe për çështën e dyshimit. Dhe këtu ka halal e harami dhe raporti me këto. Tash normalisht pata dhe sqarim për dyshimet. Mirë po, këtu ka një çështje që është më e detajzuar në aspektin e dyshimeve. Në aspektin e dyshimeve. Do mas pari ka halal të paq. Pse kjo është i rrallë, edhe kjo autori kur vjen shembuj, janë për shembuj, më thon praktik ta sekoj jo të kostova apo. Ka haram që është normal, haram punë krye, edhe tani mes tyre ka çështje që janë dyshimtar. Kur vjen të puna dyshim se nuk po duam me diskutuar shumë të kjo çështje halal komplet o haram komplet, nuk ka diçka në lidhje me këtë çështje, po më pas njëri kujdes që tek punët e dyshimta me u siguru a është për me çështje e dyshimt fetarisht apo çështje e dyshimt si vezvese. Se shejtani nga një nxit vezvese tek njëri për me lodh në kërkim të halalit apo. Don kjo vezvese, kjo s'ban po mduket në ton dikur e lekrejt apo. Në shejtani do me lodh njërin në këtë drejtim, si për shembull i lodh njerëz me vezvese në abdes. Dyshon akumulat dorën, e komën, dikur kjo e lën namazin këtë. S'ka mundsi normal. Është problem u fal çfarë apo me net ka gjysore vetë, ka një orë vetë, ka 10 herë marr abdes, ka 3 herë me përsit namazin, ka njerëz sot. Më di pjankesve që në shkujnë nga njerëz janë të mërshme. Unë ka shkujnë njëni, apo 5 herë lahat gusot. Lahat del, menon që së kum lahat pëtin, atë një që e bjen këtës njëpër. Të mërë është kjo lahat. Dikur len gustin kejt, nuk shindrohet, ja lunë meq, sa është problem. Dhe vezves është e keqe. Kështë du mi pas qështet e qartë, a është për i me qështet e dyshimt fetarisht, apo këtë dyshim e ka përdu vezvesja, po duke që dyshim se nuk ka qështë topë. Sikurse e përmend tek fillimi i çështës që më do halal në haramin për çështëve që kanë bëjmë me nivelet edhe me milionerat që do të shkojnë në nivele të larta të ngritjes së drejtave tek Allahu te bareka ve taala. Andaj thot çka çysh kështu mund të përkuozu disa çështje dyshim. Thot kur në raport me çështje dy bindje janë të kundërta. Kena bindjen se çështot edhe kjo çështot apo në kundër me vetë. Nuk mundem asnjë bindje më dhon kohën apo. Që ti ku përplasën dy bindje tona apo që ti përdor dyshime apo. Se kur është një bindje dominon ndaj tjetrës nuk ka shim apo. Nëse bindja se çka është halal e dominon haramin, çe bën? Është halal. Kur bindja dominon se është haram, dyshimi se është halal, është haram se bindja dominon dyshimin. Kur kemi dy bindjet, të dyjat nuk janë qarta, apo edhe përplasën rreth një çështje caktuar, që aty përdoret dyshimi apo. Nuk kemi të bindur tashmë. Se deri te pika imi të bindur për halalin, deri te pika imi të bindur për haramin. Kur çdo dy pika bashkohen te një vend, tash ti mo nuk ka dominim njëra ndaj tjetrës, përdoret dyshimi. A është dyshim tani nuk është e dyshim. Këto autori ka sjell pastaj shembuj shumë ka sjell domethënë edhe ç'më thon ka sjell autori edhe rastet nga përshmëria që disa janë përshtatshme, disa janë përshtatshme, këtu ka shumë çka më thon të ndërlozë. Te çështjat e dyshimta dietar kanë folur shumë apo. Don dyshimi namaz, dyshimi në abdes, dyshimi për shembull në pasuri, dyshimi në martesë, dyshimi në talak, ka dyshuar ai kum thon as si kum thon,
e kom thonë që shtot pa i bjen, po dyshoj se s'ka kom dasht, ka këto çështje shumë ato. Edhe kryesisht këto çështje dyshimta të ndërvëllazë duhet mi trajtu në dy nivele. Niveli i parë, një nivel bazik, sa me ditë me orientu tek punë të dyshimta e para, edhe dyta trajtohet përmes përgjigjes, e pyet një hoxh, e pyet dikon me dijen e tij të përgjigjen pastaj në ato që ti dyshon. Po, a mundum na këtë dyshime tash me i prezentu çdo situatë, çdo shembull, është e pamundshme, se ka shumë ato. Mirë, po i bi disa pe tyne ato. Për shembull, autori përmend një situatë kur të çore të ndërvozë. Çdo veprim e ka pastaj, çdo veprim që ne e bëjmë, e ka një arsye me qenë halal edhe ka një arsye me qenë haram. A që shtot? Veprimi që e bën njëri, që ky veprim, e ka një arsye me qenë halal, e ka një arsye me pas haram. Për shembull, ky telefon. Në raport me halal haram, a ka qëndrim? Ky telefon. Me to s'kena kurgjë. Tash, ka një rrethon e jashtme, një arsye të caktuar që e bën halal ose e bën haram. Që kjo është që afton don që ka të bëjë me shembullin. E tash, ka mundësi kur të njëjtën kohë, dy arsyet, diçka që bën halal, e diçka që ka bën arsyet e dyja, domthon janë aktive. Nuk e din cila është arsyeja dominante, është e dyshimt. Për shembull, se këto rregullat pastaj janë duhet me tabele me vizatu, po edhe do të konsiderim pak më të madha. Për marrë shembull dietare që ka marrë, është shembull praktik apo. Njëri ka dalë gjyeti. E ka pa një shqipunj, e ka pa një, për shembull, një shpend caktum atje që u dalë ai në gjah me ta. Edhe e gjun. Pe i degës shpendi i goditën bjen në ujë. Dhe se shkon ky me marrë e gjen që i ka ngordh. Arsyeja me kon halal që ky për me hongër ti, s'po them për shqipunin se është ka çep apo po ajo që han me kthetra, po flas për ata që janë halal për shpend, tash mos i më tek çështë ushqimit atë. Po tash ti do më marr me hongër atë shpendin apo, që ta e ke gjujt apo. Nëse arsyeja e ngurdhës ka qenë goditja nga gjahu, halal është apo marrësh. Për shkak se e arsyeton ushqimin kush, mënyra që ka përfundu. Ajo është gjahu, se gjahu e bën halal, domthon ushqimin në ato kafshë nuk kërkohet mi therr. Në kafshë nuk kërkohet mi therr. Për shembull, nuk kërkohet mi therr leprën, s'u nxen apo marrë, duhet me gjujt pilargut apo. A në lepër është nga kafshët që nuk therrët. Për shembull, nëse po thas, nëse është kësene, nëse është në gjah, nëse është i kapun, po normal apo. Po për shembull, lopa nuk ka gjah. Por dele nuk ka gjah. Janë nga baktit e shtëpisë që therrën apo. Po kafshët e fushës, e maleve të bjeshve, që janë për gjah, këtu nuk ka nevojë me imri për shembull gjallë mi therr, s'ka nevojë. Mjafton që bismillah e ke gjujt me gjah edhe përmes gjahut ka ngordh apo. Arsyeja e të qenë halal është se ka ngordh përmes gjahut apo. Ka rënë ujë edhe ka nejt mjaftueshëm në ujë, saqë mund të jetë arsyeja që ka ngordh nga zhytja në ujë apo. Tash kemi dy arsye aktive. Arsyeën me kon halal edhe arsyeën me kon dy janë të fuqishme apo. Dy janë të fuqishme apo. Autori preferon që në këtë situatë me këto që është haram. Me ekonomi që është haram. Për faktin se nëse është haram, i largun nga e sigurt apo. Nëse i largun nga e duhur apo. Nëse është halal, s'po ku e ke bëu të sigurt apo. Se janë dy të barabarta, nuk ki, edhe logjikisht i bën. Ka mund të ke rrok për shkakun krah, e ke rrezu afon. Dhe nuk e din ku e ke rrok në esencë, me di që a ka mund nga plumi ngordha, a ka mund me ngordh nga zhytja në ujë. A ne çesi shembull tash bën. Nëse ky arsyetim i halalit ja mund këtij haramet, e ky çto ta thon kur lejohet për shembull me hongër, po më mirë është nga ora, nga çaj e para me elon kur këto situata që do janë të komplikuara, po më nej kërkojnë shërime shumë më të detajzuara. Kjo është aspekti i arsyeshme e dominimit të arsyes të qenë diçka halal e të qenë diçka haram. Edhe është një shembull i dytë që ka të bëjë me punë të dyshimta kur përzihet halali edhe harami. Përzihet halali
edhe harame. Domthonë ku dallimi te i pari? E para është përzi arsye e qenë halal me arsye e qenë haram. Apo kuptoni? A këtu përzihet diçka që është haram me diçka që është halal, si mall. Përzihet mes nuk e dim tash cili ja ka mujt tjetër apo. Cili ja ka mujt tjetër. Për shembull këtu tash ka përmend për shembull mu përzi në njëri për shembull kurse më ka prunë shembull autori e din që në qytet e ka një motër për qumshti, po zin cilla është apo. Apo për çtu në qytet nëna e vet ka jap dikujt çush me pi, edhe një motër e ka për qumshti. A lejohet me martu gravi që të qyteti? Do të them dyshim të është mos më shilin motër tam ku e diun për shembull apo edhe ma mirë i lone këto gratë martojnë shehër tjetër jam rahat për shembull. A është kjo dilemë në këtë rast ky dyshim që ndikon në veprim? Jo. Ka një dietar rregull e kanë bë. Halali i kufizum. Halali i kufizum. Jo, harami i kufizum. Në raport me halalin e pa kufizum, e dominon halali i pa kufizum. Apo, nga raport me këtë qytet, e kena haramin e kufizum, një motër e kena nga qumshti, ose 10 e kena nga qumshti, po këtë qytet i ka 10.000 femra për 7 për martesa, përësh. Këtu tash halal është i pa kufizum, s'dihet numri sa është, nëse harami, që e kom harami martu, është i kufizum, jënë 5 motrat mija ose 6 motrat mija të qumshtit, apo. E aty ku është halali i kufizum dhe harami i pa kufizum, bëhet e kundërta, ose ato që përmana ku është harami i kufizum, e halali pa kufizum bote e kundërta. Do nuk ka shybe këtu, nuk ba me bosh me shybe. Prandaj që si shembull kam pru dietar kur është halali i kufizum, harami pa kufizum, ka këto shembull që më shumë në aspektin juridik, mi po më rëndësisht autori thotë njëri me pas kujdes që mos morën në vezvese të shejtanit. Prandaj edhe përmendëve si raste sa i kanë detajzuar dietar të çështje. Mirë, po në aspektin praktik, na prapë do të me vetë. Na prapë do të me pasë gjithmonë një referencë që me te konsultohemi e nuk e ndërtojmë mbi bazën e tekjeve tona. As kuptim të veprimit, as kuptim të mos veprimit. Ose këtu tash edhe e përmend edhe një situatë, do të thonë kur ka të bëj për shembull me çështjen e punëve të pastërtisë, bjen një dallim mes pastërtisë edhe fitimit edhe ushqimit të dyshimt. Autori përmend se sahabët e pejgamberit alayhis salam tek puna për shembull nuk e kujdesin që kanë pas tek ushqimi halal dhe haram, kujdesin që kanë pas tek fitimi halal dhe haram, nuk e kanë pas për shembull tek një tesh apo tek një çështje që ka bënë me abdesin ose që ka bënë me namazin. Se kanë pasë shtopën. Ku kanë qenë mas kujdesshëm? Në cëndime, të papastërtia, atë harami në ushqim? Të ushqimër. Pse? Pse të rrëllë? Për shkak se këtë problemet të nefsi. Nefsi në esentë nuk vetëm papastërtin. Të isha më smekone papastër, për shembull. Vetë me të pehi kopën. S'ka me thonë ty me argumente, me delile heqapën. Njëri vetë do t'ju heqapën. Apo? Vetë me pas dyshim që të ka pik dikun diçka e hekti vetë. Natyrshëm heka. A haramin në fitim ka gjallë qëre me këshur hëllë dhe njën vetë që me bu për vetë. Sa aty s'ka grëdi. Aty ka lakmi për me përfituavën. Andaj aty ku nefsi e ka kërku, ata e kanë refuzu. Aty ku nefsi ka refuzu, aty e kanë bote të kundërtën. Për shkak se nuk kanë dash me vepru asnjë përmes nefsit. Dhe e dini shumë mirë që, sikurse e ka përmendur Imam Shatibi rahimullah, edhe dietarët e tjerë, se Islami në esencë ka ardhur njeriu me e nxjerr nga dominimi i epshit në ndikim të shpalljes. Dhe sa herë, domethënë, ka një lloj përplasje dhe ballafaqimi mes shpalljes dhe nefsit, Islami na mëson që më dhon përparësi gjithmonë shpalljes, padyshim. Për shkak ose për shembull, ka situata ku nefsi e kërkon diçka edhe na nuk dim a më ia plotsu a mos më ia plotsu. Në esencë, në esencë duhet kërkuar mos plotësimin. Ka zakonisht plotësimi është kërkesë e diçka që është ndaluar. Në esencë, zakonisht apo. Nga se ti nuk je për shembull, nëse nefsi lip me hungër drek, ti s'ke dilema më dhom mos më dhom, apo është normale apo. Ama po flas për punë dyshimta, kur është diçka e dyshimt, edhe nefsi e arsyeton se takon, di se ka shumë pikë pyetje takon as takon. Te mo haku apo. Përndaj nga
çështjet e tjera për shembull. Prandaj këtu ka qenë dallimi tek sahabët mes kujdesit tek ajo që ka futin brenda trupit tyne edhe me asaj që ka të bëjë me një ndryshim tesh apo diku tjetër. Nuk e kanë larguar teshën, nuk e kanë përsërit namazin pas me bindje të plot. Po nëse kanë në rregull ashtu. Në rregull ashtu. Edhe çështja, domthonë, tjetër që autori këtë përmend, është çështja e ndëlidhur me pyetjen. Për shembull, kjo desha që ka diskutuar ka të bëjë me ty. Ti me fitu, ti mos me fitu, ti me marr, ti me hongër, ti vet, apo kupton? Mirë. Kur këtë tash çështja e halalt e haramit, qoftë në ushqim, qoftë pasuri, ka të bëjë me tjetrin. Ai ta jap, ai të ofron. Apo tashtu a duhet me pyet ku e ke marr, për shembull, peka ki, kur e ke fitu, a e ke fitu sigurt, hajtë ka zëmë rregullat e dilemave, apo den dyshimeve mos tjera dikon, për shembull. Edhe këtu kam përmend dietarët dy çështje më rëndësishme. Çështja e parë, domethënë, në esencë, nëse ka të bëjë musliman nuk bën me vetë njërin apo në esencë. Përveç nëse ka dyshim të bazuar. E ke një dyshim të bazuar. Ky dyshim i bazuar ndëlidhet me dy çështje. Çështja e parë me pasurinë, çështja e parë me personin, me personin. Për shembull, të ndërlozë. Ti nuk dim ku ke marrë pasurinë, ama personi është i dyshimt. Merrem me një dyshim, punon punë dyshim ta ngrihet me një pyetje apo. Ka se ka. Po nëse s'kena dyshim personin, po kena dyshim pasurinë, prap vesin. Edhe e kundërta çështë e përmend apo. Andaj pa dyshim bazuar njëri nuk është mirë me pyet apo. Andaj në esencë nuk pyet, nëse e ngushton njërin, edhe e shqetëson muslimanin. Por pranon njëri të ka thënë drejt, ti nuk ke për ta kush fat dyshimit bazuar. Nuk ka shenja, nuk ka argumente që realisht imponojnë pyetjen ku e ke marrë. Me pyet veç pse unë do mjek dyshimin, nuk bën atë. Se kjo është domthon shqetësim edhe është domthon një lloj prekje të njerit apo. Njëri do më ta bëni hedije, ta ka prodhur, bo mallat me veç Allah e ki halal apo. Është lëndim apo? Është lëndim për njerin. A nëse dim për shkakun se ka mundësi po mirë me vet, ose s'po ka e gjoni mënyrë që është e përmend me dietar që mos i dha. Prandaj kjo nëse personi është i dyshimt, që nëse pasuria është e përzime, ka hyrje edhe nga kjo. Nëse dominon halali, lejohet me marr. Nëse dominon harami, nuk lejohet me marr. Nëse aktiviteti kryesor është haram, po ka do halal, apo atëherë domthon ka thonë në esencë nuk është mirë në këtë situatë me marr pa vetë, për cilës e ki apo. Apo, pra njëri ka dy dyqane, një dyqan e ka që shet alkohol, market madhe ka, edhe ka një trafik ku shet, për shembull langje. I ka fitimet për dy javë palve, pra për asaj që shet alkohol nuk bën atë. Pra me hangur drekën, nuk bën me hangur hedije në kështu bërë, se në sens është prarë dhe harami atë. Po ti kujdes atë. Mi për nëse ka domon të përzim, atër në këtë situatë nëse japet mundësia dhe dobia e kërkan që mundesh me vetë, njëri duhet me vetë në esencë për në pas qartësia. Edhe normal, pyetja autori thot bëhet për me largu dilemën. Nëse, për shembull, personi që e pyesëm ka interes që ti me pranu për ti një hedije, ka interes saktuar që ka bëj me te, atër ky person këtë situatë bëhet i dyshim në përgjigje. E kuptova? Don ai ka interes që ti më shku më ngërtaj drejt. Ka interes. I duhet për vota, për shembull, i duhet për me shit mall, se njerëz dyshojnë ta, vjen ti han taj edhe okay jeni atë. Tok pa haxhia, hoxha mirë jeni atë. Do të thonë, ka interes apo? Apo? Tash me bëmë vetë, që halal sa i normal sa i. Këtë për interes. Këtu duhet me vetë të autori dikun pak më thellë, gase nuk mjaftohet largimi i dilemës veç me përgjigjet i pas që është dëshmuar se e ka me interes prezencën tonë në atë vend. Këtu ka dispozitat shumë të atëndërëzët, ka regullon, s'po du me përfundu me ka që e ceka, po që ka du me thonë? Djetarë kanë kushtu, me dërët kujdes të madhë, atin ku po ullesh me kom përren, ku i pjavën argatin ti me ka qështja, po, a stimulon haram, a stimulon, për shambull, të keqen, a ka mundësi me arsëtu haram e dikuna, këto me rëndësia, këto me rëndësia me i pas parasyrët. Edhe, qështja e funde që, se u zgatë, po, tash tema shumë e gjatë edhe me shumë shkurtesa ku po
tema e fundit persontë, se kapitulli vazhdon hala me trajtime tjera, po nëse njeri ka rënë haram, qysh pastrohet nga harami apo? Ka punu haram, do mu pendu tek Allahu azza wa jall, qysh pastrohet. Këtu ka pastaj diskutim të ulemat, po veç po e pran shkurtimisht. Nëse harami të ndërlozë fitimi harami ka dy burime. Haram në kuptimin e posedimit, edhe haram në kuptimin e veprimit. Çfarë nuk kupton? Posedim, për shembull, haram është, domethënë ti nuk e posedon, ja ka vjedhur dikujt, ja ka konfiskuar dikujt, ja ka grabit dikujt, apo pronësia e mallit nuk ka kalu tek personi i caktuar, për shkak se pronësia është e personit të parë. Po pasuria është tek personi, për shembull, pronësia e mallit është e personit A. Po ky në mënyrë dhunshme, me hajni, pa dëshirën e tij, ja ka marr mallin. Ka kalu pronësia formale tek personi B. Po realisht pronësia është hala e personit A. Në këtë rast nuk bën me përdorur nga pasuria e tij kur gjë. Me don sadak, me don hediye nuk bën, nga se ai realisht shpenzon pasuri nga pasuria që nuk i takon. Në këtë situatë nuk bën më marr ato. Po nëse prejardhja e pasurisë ti është problematike në kuptim të veprimit, e ti është kurkush akon të sa që ti po është bëje ti me rrugë haram. Për shembull me kamat, ka shit alkool, me bijaz, ai e ka fituar për me bijaz. Aty në lotari kur ka fituar, ai aty me altisë ka marr. Ja ka fituar, ja ka kallzu tiketën, ja rolem çete ka pagu kry puna. Me vullnet e ka marr. Po është ka ndjerë vullnetin nuk kupton hallalin atë. Në këtë rast tash dietori ka pranë çysh duhet me e shpaguar. Në esencë kur pendohet pasurinë e llojit parë duhet me këtë pronari. Domosdoshmë duhet me kthy pronar nga shoqëti, nuk të interesohet pasuria kurrë. Nuk të interesohet pasuria kurrë. Në llojin e dytë ka forma qysh e pastron pasurinë, mirë po në esencë, domthonë nëse është e fituar me haram, në esencë tek shumica dërmuese e dietarëve me përfitu personi i tillë që ai ka fituar me haram, tek shumica dërmuese e dietarëve është haram. Pra njëri u këngëtar, për shembull, ka këngë për kafe, ka këngë për këngë që janë haram fetarisht, ose për shembull ka shit alkool, ka shit drogë, do mu pendu. Ama ka parë për drogës, ka kërë për drogës, për shembull, për alkoolit. Shumica dërmuese e dietarëve, 14 hebe dhe shumica e dietarëve thonë haram e ka me përfitu. Duhet atë pasuri me heq për vetit atë. Se nuk është e tina, e ka fituar me haramaj. A kanë drejt me përfitu fëmija tipi ti, tafële ti, po kanë drejt ata të tjerë. Po kjo pasaj bëhet në sazat të përgjigjes që japni hoxh që i din këto puna. Edhe pse Ibn Taymi rahimullahu dhe disa dietarë të tjerë kanë bërë përshtimin në këtë situatë. Kanë bërë përshtimin në këtë situatë, nga se më thonë njëri që sta konkursin për asaj kalumës, ka mundësi që e komplikon situatën e tëubës apo. E komplikon situatën e tëubës apo. Pa sigurisht se Allahu xhallahu ka thonë, "Faman ja'atu maw'idatu min rabbih fantaha falahu ma salaf." Ati që i vjen këshilla për Allahut, i ka ardhur udhëzimi, është penduar tek Allahu xhallahu ala, i takon e kaluar atë. Në kuptim pasurisë. Këtu ka xhilaf të ulemat, çka i bën kujt i ka kjo dhe çka i bën i takon që e ka taku. Disa kanë që përshtimen ata që janë jo besimtar, disa kanë ata që debat i gjatë i ulemave, po në esencë po them që nuk ka mesazhi thjeshtësia e kaluara, që ka më rëndësi me kuptu. Neve që këpër nësëm, debati, diskutimi, dietare, pastaj në kuptimin juridik, edhe detajet, ku që ka i takon, një më tim tjetër. Ama çështja është se nuk ka çash thjesht, njëri do me kalu, apo si on-off, pi njëte full haram, u pendova, vinë xhami, unë tash, ka dalë Allah, duhet me pyet për këto centa ku i ke marrë, duhet me pyet gjithë shka duhet me fut në legalizim, duhet me legalizu pasurinë, thonë. Duhet me legalizu dikush që një i një kofrik Allah në azogjel e kësë më ratën. Par jo njerëz me bo, vëmëtari, me në qëra ti puna 20 vjetë, jo vjetë po, shit drogë, që me vjetë është e para, shit drogë alkohol, maj kazino, maj që shumë më ratë, pëndohu, tani shkon haqë edhe ti falë Allah keqa, ka lajke e këtë puna, për shemë. Kë mentalitet nuk është, fëtër që pranum. Na duhet njerëz me të regu që, qëra, tek shumica dietare është, duhet me e këtë piksoj, është haram, është i keq, të pengon nga teubja, për shkak se kënë zit njerëz për teubë. E kur vjen te pragu i teubës, pastaj të shikon lehtësimet edhe shërimet që kanë bënë me personin në fjalë. Kërë që të ndërrodhë lëzëm, nuk ka çështje lehtë kjo puna. Pastaj edhe kanë thonë dietarët në çështje tjetër. Kjo është tek harami i qartë apo. Edhe ka trajtime këto që i kanë përmend që shmë apo problem. Nëse për shembull kon zyrtar qeverie,
edhe ka keq përdorur me pasurinë e përgjithshme. S'është individit apo për shembull. S'u ja kthen tash ti kryeministit sa ju shku, aso ku e tina me lavdën. Po nëse malli i individit po ja kthen individit. Nëse s'është malli i individit është i përgjithshëm. Për shembull, ka marrë një kerr çfarë? Se ka kthy mua. Për shembull. Çfarë bën tani me atë kerr? Shikën, e ka obligim domthonjë që me dhonë dobi të përgjithshme. Nga se e ka marrë nga dobia e përgjithshme e kthen në dobi të përgjithshme apo. E kthen dobi të përgjithshme. Nuk ja për shembull tash vllaut. Thotë unë s'bën migroj ti graj apo. Jo. Do të më bëu kur përfitojnë njerëzit. Sa ajo në esencë ka është marrë nga pasuria kolektive. Duhet të kthehet në pasuri kolektive apo. Që ka rregulla për këto çështje të ndodhin, jo që ashtu hajri shollë më kanë farkoj ku mbo, jo veç duhet më sqaruar se për çdo cent njëri komo llogari Allah na fal. Komo llogari. Prandaj një pasuri ka dhënë Leona me koni qartë në trajtim me njerëz, me koni qartë në atë çka merr, me koni qartë në atë çka jap, edhe me koni paqë tek Allahu te bareke ve teala. Edhe për fund të këtij kapitulli e ka pranë mesele interesante që do më u përmend për shkak se është fiku i kësaj mesele interesante smalla. Thotë kjo është çështja mes halalit edhe haramit. Ka haram që është pasurohet me haram, nëse është i huja kthen, nëse është i fituar e pam që ndahet kjo, e kështu me radhë disa degëzime është formale që i përmenda. Mirë, nëse përjardhja e pasurisë nuk është haram, po dyshimt. Pra, është halal, po s'është fort apo më domthon, nuk është fort halal apo më. Nuk është fort halal. Ka përmend autori disa shembuj këto, thonë, tash, çka bën me çat pasuni? Çfarë bën me çat pasuni? Për shembull, të ndërmozur i kon me një punë. Edhe si kanë 100% gati punës apo. Po ke mungun edhe dikon, nëse dikon pak, po ajo s'ka ndikuar në punë. Në total e rrogën e ki halal apo. Po s'është halal kur ke punu, sikur është halal kur për e ke zgjat pushimin e gjysore pak më shumë. Kushtimi është apo. Në total ajo hin në halal apo. Po njëri është më i apo. Kur ki si pasuri të kategorizuar, pasuri të kategorizuar, do një është halal, heq dyshoj në çabesh ka me ta, apo. Po një është halal, po apo për shembull se ki për kurban, apo. Çka kanë thonë ulemat? Kanë thonë që ato që se ki fort që çot zemra, thotë përdore në çështje ansore. Për shembull këtu thotë me bledru, po buj rrygën me to. Halal ki jo ti apo. Po le të shkon djegi apo. Për shembull çet benzin apo. E ata që është mas halali, që është halali që thonë populli çyka halal, që ato thotë ki për buk. Në këto mos tin pas fort me kon sigurisht është halal apo subhanallahu. Në ato veç halal që është fort që u thmiva apo. Nëse çaja fort ndikon në tërbia apo. Këto tjera, këto janë halal, s'po them që janë halal apo, por mirë po, domthon janë sana që nuk jam fort qartë. Por ka ikhtilaf të ulemat fitimi i hijamës apo. A që bën hijame që merr para apo. Për hijame. Esens e ka të lejuar apo. Mirë, pejgamberi se ka lavdu këtë fitim apo. Se ka lavdu këtë fitim. Bile njëri ka thonë apo ushqej baktit me ta apo. Ne bëjmë hongër hyjvan apo. Do të mos hati pisojnë apo. Kushtimisht apo. Tash po domon që ka edhe këtu kategorizimi i vet halalit të ndërtuar që është bota. Kategorizimi i vet halalit që është bota. Për shembull, njerëzit përpara për me shkuën qabe i kanë zgjidhur për me fort halal para apo s'po. Sa kanë qabe me haram shkuat. Jo me haram, se subot, po me dyshim shkuat atje po. Disa ka situata edhe spaku me bu formale këtë punë. Një shku i ka ndru parët e berberi atë. Kjo ka një me halal, se rrinë tankon kom, edhe në grati veç halal ka, se kjo s'bën haram. Po më nejtë përgjithme që njerëz e kanë perceptimin. E i ka ndru parët, ka që për t'japin 1.000 euro, e ka mënu që qështut para paslohet atë. Pavarësisht, a është arrit qëllimi ajo, po përdo që e kanë pas mentalitetin, e kanë pas fokusin që, valla, shkuat atje. A i mushrik të Mekës qabe se ka desh me haram atë. Mushrik në konë. Kur u prish qabja, u metaj Hejgjër Ismaile, pjesë e Ismaile, u met pa ndërtu pëse, ka në s'ka pare mu. Këta një du të me harami me dreq. Se e ka ditë, se parët e ka matës, parët që ka marrë jetimit, parët që ka marrë e ka ditë, se që kanë parët migrat paqta. A ma ka rrdu me to, se mërshrikim konta, të këtëtarë. A ma kur vjen punet e qabja, e ka ditë që, sa njërë fatkecisht, për gjami maran me kredit bankës, jo me në qysh, po komplet gjami është,
kredia, për fatkeqësisht apo. Që është njëri bën xhami edhe me kësaj punë. Ai më ka mos pajtim që shumica e dietot nuk e lejojnë me zakat bën ato xhamia bën as bën ato. Zakat. Apo xhamia do të më kon do të njerëzën tonë, jo ata që as kiçore për Allahun ato. Të shtëpia Allahut është xhalla xhelalu. Ai janë të sanë të vëzë njerëzit mendojnë që i lanë kjo me kjo. Që ata shëriati i ka përcaktuar. Pra zakati nuk jap gjithkujt. Nuk ka për gjithkën zakati. Nuk ka për gjithkën sadakatul fitri, a është për gjithkën? Jo. Dhe vinë njerëz vetëm për shembull i ka 5 antar. Një antar 3 herë, 15 herë, do ta bën minimumi studenti. Me vitë minimumi studenti ta. Po çka kemi minimum Allah mati studenti me 15 herë. Pa di mboni 150 herë. Ai ka caktuar Allahu xhala. Vitet janë për një fukara, i cili ngrati, një ushqim me kaça ditë hana dhe u kri puna. Ose për shembull në nivel kolektiv si kur për që mbledhet Bashkia Islame këtu çështë tjetër i napton, po bëdon që njëri me pas kujdes ato që i ka përcaktuar shariati si kategori, duhet respektuar. Duhet respektuar. Edhe në çështën e kësaj çështje dyshim. Që është çështë po, po më lart trupit apo. Më larg ibadetit, më larg ibadetit. Ai ibadet që është mundo që me mbledh cent. Apo që një me e din që është pi çykës halal dhe gjeni, aty s'ka hiç përzime, me çata ushqeje shpirtin tën, e ushqeje barkun tën, ushqeje familjen tonë, nga se që aty sot ka mundësi mos me liu me depërtu diçka që edhe as kur do që të vetësh për ta, heq fytyrin nuk lëviz në kuptim të faqe bardhësisë pura halal e kia, thon. Që kjo është ajo që e ka përmend ky dietar, edhe e ka përmend normal nëse pasuria e prindve është haram, baba, Allah na fal, të kon ka marr haram, nëse është haram i llojit të parë që thamë, për shembull, Allah na fal, ka uzurpu, ka konfisku, ka buzullëm, nuk lejohet apo. Ose kanë haram, kështu direkt, veç haram, s'ka përzimi me halal, për shembull, baba ka pas dyqan, ka shit alkool apo. S'ka halal të kurrë, këtë është haram, në esencë, domethënë kur njeri kalon fazën e kujdesit për nur, apo në esencë do të largu pikë sa, me këshillu edhe më rujt apo. Po nëse njeri domthon është nën kujdesin për nur, s'ka tyra, po prindi kujdes për të sot fëmijë, nuk prish punë, kjo është çështje pastaj tjetër apo. Nëse kanë thot autorit zënë dyshimta, thot mundo mi thonë që vallahi jam ngita apo. Ç'është mundesh pavarësisht qëndrimit personal për këtë çështje, pse këtu ka shpjegime të tjera të ndërruar, për të thotë. Kjo temë shumë e ndihshme, po duhet shumë me pas edhe shpjegime ansore me fusnota që më së pas këtë kuptime. Po lejohet me ngurt prindit, lejohet me shkute prindit, të ketë në rregull apo. Me përjashtimet e me rregulla që shpjegojnë të temat që ku duhet shpjeguar. Po çka do të thonë? Nëse duhet edhe të prindi me pas kujdes te kafshata, çka të më të koshia. E çka më të të jam. Këtë që këtë temë më rëndësia, që kjo ishte temë në komplet. Halal është më rëndësi, obligim me kërku. Haram është bashkë me rrubi ti. Dyshimtat, duhet me të rrusi punë dyshimta. Edhe sa me i kujdes me dyshimta, ma rahatia. Po, përveç nëse dyshimta është pjesë e vezveseve, aty s'ka këtu kujdes, përshka se kujdes është i panevojshëm. Po në esens, një du më kujdes, veçanërisht tash, kur ka të bëj me ushqimin, edhe ka të bëj me diçka që është e brendshme, nga se ushqimi sikur se Allah e përmendja, po hani mirë edhe bëni mirë. Halal ndikon shumë në pastërtinë e zemrës, edhe në zëllshmërinë e besimtarit në ibadete. Allahu na dhash ushqim halal, Allah na mëson me fitu halal, e me dhun halal, na ruajt Allahu nga harami edhe nga kafshata më vogël, thëmia më vogël e haramit. Ato që mund ta bëjmë gabimisht, Allahu na falt, edhe pse po jetojmë në kohën e shumë dyshimeve, shumë problemeve, po megjithatë aq që të murojt Allahu harun ato që janë të pamundshme, Allahu na falt e na përmirësoj gjendjen për të mirë. Çka është ato të bëjmë për këtë çështje? Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.